Specialistët për hetimin e narkotikëve referuan materialet në prokurori dhe nisën procedimin penal për shtetasin me inicialet MV 20 vjeç, banues në Orikum, pasi gjatë kontrollit të ushtruar në automjetin e tij në Imar, ju gjetën dhe ju sekuestrua një sasi lëndë narkotike kanabis. Specialistët për hetimin e krimeve ekonomike dhe financiare referuan materialet në prokurori dhe nisën procedimin penal për shtetasin me inicialet AH 33 vjeç, banues në Vlorë, pasi gjatë kontrollit të ushtruar në bashkëpunim me autoritetin kombëtar të ushqimit në subjektin e tij me aktivitet farmaci bujqësore, u konstatuan disa produkte herbicide, pesticide të cilat nuk lejohen të përdoren brenda territorit të Republikës së Shqipërisë. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Vlorë arrestuan shtetasit me inicialet EB 25 vjeç, banues të Fier, pasi gjatë kontrollit të automjetit të tij ju gjetë dhe ju sekuestruan në cilësinë e provës materiale shtetasi me inicialet AT 20 vjeç, banues në Vlorë, pasi ka ushtruar dhunë fizike dhe psikologjike ndaj nënës së tij, po këta specialist referuan materialet në prokurori dhe u shpallën në kërkim shtetasi me inicialet MM 18 vjeç, banues në Vlorë, pasi dyshohet se në fshatin Delisuf ka vjedhur një motociklet. U procedua penalisht shtetasi me inicialet MG 66 vjeç, banues në Vlorë, pasi është konstatuar nga Policia Bashkiake e Vlorës se ka kryer punime në një objekt në pronësi të tij në lagjen Ujë Ftohtë, duke ndryshuar strukturën e jashtme të objektit pa lejen përkatëse. U procedua penalisht shtetasi me inicialet IB 38 vjeç, banues në Vlorë, i cili vuan nga problemet e shëndetit mendor, pasi dyshohet se në lagjen Një Maj në Vlorë ka vjedhur çantën e një shtetaseje së bashku me sendet e saj personale. Specialistët për hetimin e krimeve në stacionin e policisë Orikum arrestuan shtetasin me inicialet GB 41 vjeç, banues në Orikum, pasi është konstatuar jashtë banesës duke thyer masën e sigurisë, arrest në shtëpi të vendosur nga gjykata e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Vlorë. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Imar referuan materialet në prokurori për vlerësim, pasi më datë 7 nëntor 2025, duke punuar në një banesë në fshatin Vuno, është rrëzuar aksidentalisht shtetasi me inicialet M 43 vjeç, banues në Librazhd, i cili ndodhet në spital nën kujdesin e mjekëve. Po në 7 nëntor, shtetasi me inicialet PM 62 vjeç ka bërë kallëzim se në fshatin Vuno për motive të dobta është konfliktuar me shtetasit BC 62 vjeç si dhe KC 31 vjeç, të cilët e kanë goditur me grushta. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Sarand arrestuan shtetasin JN 32 vjeç, banues në fshatin Metoq në Sarand, pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë fizike dhe psikologjike ndaj bashkëjetueses së tij. Po këta specialistë referuan materialet në prokurori dhe nisën procedimin penal për shtetasit me inicialet MK 52 vjeç, banues në Sarand, pasi është konstatuar se me anë të disa tabelave metalike kishte zënë hapësirë publike për parkim në shërbim të lokalit të tij. Shtetasi me inicialet II 39 vjeç, banues në Sarand, pasi ka penguar një punonjës të ujësjellësit gjatë kryerjes së detyrës. Shtetasi me inicialet SH 68 vjeç dhe HK 54 vjeç, banues në Ksamil, pasi ndaj tyre ka bërë kallëzim shtetasi me inicialet QR, se këta shtetas i kanë helmuar qenin në stanin e tij në vendin e quajtur Sotira në Ksamil. Materialet ju referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme.